në sen çfarë është kom dhe kompsi. Nuk i kuptojnë ato mashtrimet. Edhe unë ndoshta e kuptoj edhe Ali Ahmetin që nuk ka këshilltar si duhet ose i pëlqen ashtu ta shes për interesa politike kështu me radhë. Prandaj po flas për procese, nuk dua ty pare të merrem me individ. Më kupton. Mirë po, fenomenet tregojnë se ku na çojnë neve këto situata. Ku do përfundojmë ne si komp në të ardhmen, nëse nuk ndryshojmë veprimtarinë tonë politike, nëse nuk ndryshojmë qasjen tonë politike, do vi koha që ne do të asimilohemi në vendin tonë që e kemi mbrojtur me mijë vjet, që e kemi mbrojtur përpara çdo perandorie. Sepse kur kemi një të huaj, ne do thotë ne jemi dim të organizuar. Më nuk e bëjmë dot me tonet. Ato tonet, shiko tani, nëse nuk e zgjas, po të tregoj edhe një fakt shumë interesant. Po ndodhin këto punë të spionave, shikon tani në Kosovë që shesin interesa edhe që dalin Gjoja UÇK. Po, për rasti Fatmir Shaholli. Në rregull, po edhe shumë të fatmira të tjerë mund të ketë, do të ketë. Që një pjesë janë edhe në media akoma. Jo, janë shumë fuqishëm. Mirë, po ku është problemi? Ta dekonstruktojmë si problem, si fenomen. Ta lëm, nuk më intereson Fatmir Shaholli, është emër për mua. Asgjë hiç. Sepse ai mban përgjegjësi për veten. Demokraci përgjegjësia është individuale. Nuk mund të ngarkoj të tjerët për gabimet e mia. E tani, doli Gjermani më njerë, u bëa ilustrimi, i hapën dosjet, Çekin, Poloni, ja ku janë sot vendet. Po ç'a duhet Serbia neve na mban? Pse si hap dosjet? Beogradja. Dosjet e ish pasportorëve tu. Në mos gaboj profesor. Mos hapja e dosjeve tregon se ende na ka dorë. Edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, po hapen këto dosje. Shumë njerëz që sot janë patriotë. Ne kemi hapur këtu. Po, ja, po e sfidoj Edi Ramën. Masja shumë na do neve shqiptarëve. Le të flas, e ka mik Vučićin. Le të thot, hapi dosje. Ti shohim kush janë ata njerëz. Pse unë për ditë të etiketom si tradhtar sepse nuk i shkoj për shtati një politike të tillë dhe kujt i teket dikush mund bën tradhtar. Brenda NATO-s, unë jam i shpall 1000 herë tradhtar. Për këtyre konceptës nuk u shkoj për shtati, do më flas gjë. Po le t'i hapja, le ta kërkoj Tirana zyrtare, hapi dosjet të shohim atje në Maqedoni, po ja edhe ne shlirohemi të fillojmë të bëjmë edhe ne një projekte shoqërore të them. Ti lëm ato kombëtare të themi, bëjmë atë mirëqenien tonë, të ndërtojmë shkollat si duhet, arsimin, shëndetësinë, nuk mundemi dot. A shiko si na ka dorë Serbia. Po të është ne do ta kapim një Fatmir Shaholli. Po ka edhe Fatmir Shaholli mund të ketë si emër, më keq kupton me që e përmend. Po nuk e dim qendra kush është e Fatmir Shaholli. Kush je purdhra? Kush është ajo kuzhina ku del ai? Edhe shumë të tjerë. Edhe këtu në Maqedoni. Unë jo garantoj. Po japi dosje Serbia këtu 200 vjet që janë politik dhe jenë njerëz me dosje turpe sepse vetë projektet tregojnë. Zoti Balla, nëse dini projektet e Rankovićit 58 ka qenë 2 pika kryesore. Po shkollimi i shqiptarëve sa më ignorant, edhe dëbimi i shqiptarëve nga detyrat e veta. Fatkeqësisht në kohën kur ne kemi përfaqësues politik, dëbimi është më i madh se ku. Nga 2000 e këndej. E kupton, rezultatin unë shoh. Nuk i shoh ato Skenderbeu, ky, ai, kam bë këtë, kam bë atë. Edhe po ti jesh patriot atëherë je i paditur. Domethënë po e çon ujin te ai mulli që është bën nga 58-a që ne shqiptarët përfundojmë këtu ku jemi. Nuk etiketoj askë. Po thjesht veprimet ndonjëherë bojnë atë që ka qenë pik programore Akademisë Shkencave Serbe për ne shqiptarët. Prandaj edhe një herë them. Le tjetë Edi Rama burr, edhe le t'i kërkoj Vučićit, le t'i hapi dosjet, edhe të përfundojmë, fillojmë nga e parat, krijojmë, si të them, gjenerata të reja politike, edhe të çojmë çështjen kombëtare bashkërisht. Përpara, nuk mundemi ne kështu, sepse janë të instaluar të njerëz. Ta njerëz po çojnë ende projekte të huaja që ka qenë në dëmin e shqiptarëve. Këtë si shembull e mora. Dosjet e ish do thot agentëve sekret shqiptar në Maqedoni, Kosovë i ka Serbia ende nuk janë hapur. Nuk ka po proces ilustrim. Profesor, me gjithë analizë. Edhe Shqipëri mund të jetë kështu Dilber. Edhe Shqipëri duhet bëj. Shqipëri nuk janë hap akoma. Lustracionin Shqipëria do t'i japi. Ja le të guxojë Edi Rama le t'i japi.
Le t'i japim, çfarë ka për të fshehur, fundja. Profesor, me gjithë analizë ju mbët, nuk shoh shpresë. Edhe të hënën, e kam fjalën simbolikisht pas zgjedhjeve, pavarësisht se balotazhi e më the tash proceset më tej, por nuk shoh shpresë. Ishte një video interesant para 3-4 ditë që pash Tetov, merrnin intervista këto, se i kanë gazetarët e vetë, secili ta bë. Ndalën një njeri të moshuar, unë njeri, do thot, nga ato që punojnë në trek ose ku ajo. Panua gjo, kush do bëhet kryetar? Zdi dhe tha, ai mendoj gazetari se ka frikë. Jo, tha, më keq kuptove, me aq. Unë tha, kush do që të bëhet kryetar, Tetova nuk bëhet. Do më thëmë, e kanë humbur shpresën, kanë vrarë shpresën. Jemi të qartë apo s'jemi të qartë? Do thotë, një njeri që mund të mos jetë edhe me shkollë, edhe ashtu se ne theme, ka shkollë, nuk është shkolla. Shkolla është, nuk është diploma shkollë, intelektualizëm. Më tha, jo, tha, gabim nuk ka gjatë tha frika, s'kënd. Nuk treme, s'ka treme. Po tha, kush do që të vi, tha, Tetova zbohet. Zbohet sepse infrastruktura e kanë uzurpuar rrugët. Kanë bërë këtë, s'ka vend parkime, s'ka asnjë lloj transporti publik. Në gjithë qytetet shqiptare jemi kështu për momentin. Domethënë, ky është patriotizëm? Nuk është ky patriotizëm, Dylber. Nuk është patriotizëm. Profesor, lutem jep një koment edhe sepse ju pak më parë më përmendët